Parqet arkeologjike të Shkodrës dhe Lezhës po tërheqin gjithnjë dhe më shumë vizitor duke u shndruar në destinacionet më të preferuara në veri të vendit. Vetëm kalaja Rozafës nga fillimi i këtij viti deri më 15 tetor ka pritur mbi 150.000 vizitor, një shifër që pritet të rritet edhe gjatë muajve të dimrit fal interesit në rritje për turizmin kulturor dhe historik. E kemi kaluar tashmë shifrën e 155.000 vizitorëve në Kalan e Shkodrës, duke qenë parku arkeologjik i dyti në vend pas parkut të Butrindit, si më i vizituari. Besojmë edhe gjatë muajve të mbetur të vitit, ky trend rritës do vazhdoj, sepse varësi edhe të kushteve klimatike mund të ketë vizitueshmëri të lartë edhe gjatë muajit nëntor dhe dhjetor. Edhe kalaja Lezhës, pavarësisht vështirësive që paraqet infrastruktura rrugore, mbetet një pikë e rëndësishme e turizmit kulturor në rajon. Me parkun arkeologjik Lezhë ne kemi një problematikë që lidhet me infrastrukturën, çka e pengon pak fluksin turistik me grupet e turistëve, me mjetet e mëdha, pra me autobuset, por shohim që kala po vizitohet nga familjar, nga grupe të vogla. Parqet arkeologjike Shkodër dhe Lezhë janë në fokusin e disa projekteve zhvillimore. Pranë kalasë së Lezhës po ndërtohet muzeu arkeologjik, i cili pritet të hapet për vizitorët në muajin dhjetor, ndërsa për vitin e ardhshëm është planifikuar ndërhyrja për përmirësimin e hyrjes së kalasë së Rozafës, me synim që vizitorëve t'u ofrohen kushte më të mira dhe një përvojë më e plotë kulturore.